mendoj që ka një organizator, ka një dorë që i nxjerr këta njerëz. Ka sytë tu që të rrjedhin dalin duç. Dalë të dëgjojmë kush që nga ky organizatori. Dhe unë kam të vërtetuar dhe të faktuar që pjesa më e madhe e tyre njerëzve aty po përdoren nga Erion Veliaj, po përdoren nga Fondacioni Soros. Po një pikë pse nuk u bie për atë zot. Po ja pse ç'pun ka Sorosi me Erion Veliaj. Ta them unë më zemra ime. I kam e di unë se kush është dora që fshihet pas gjithë këtyre protestave që ashtu që po bën në Shqipëri. Fshihet shëndetësia që është cop-cop, fshihet ekonomia që është cop-cop, energjia që është stratosferë, nafta që është stratosferë, asistencat sociale, ato subvencionimet, rimbursimet, rjolli, ky zvërneci, deti që ushqit atëhere, minerat, ku di unë, uzinat, është çdo lloj gjëje keqe, çdo lloj kanë, se këto janë sëmundjet që kanë dalë nga juve për Shqipërinë. Ja këta janë. Kjo është ajo dorë që janë ata njerëz aty sot në kam. Se ju pëlqen ju, do bytha juve, ta thoni që sikur e ngritur për zvërnecin, është punë për ju. Por ai popullati që ka dalë nuk ha bar. Një dorë tjetër e fshet është ai fëmia. Është ai fëmia në karrocë. Një dorë tjetër ishte ai invalidi që ishte me karrocë, edhe ai shketi ka dalë për kempin e vet, se ai është invalid pa drejt pune, edhe ti jep 170.000 lekë. Çfarë do bëj 170.000 lekë pa drejt pune? Çfarë do bëj 170.000 lekë pa drejt pune në muaj? Ti që më rri atje këm i këm. Ky qafdash i madh këtu. Shumë si ky që dalin studio dhe propagandojnë këtë lloj gjëje kaq të shpifur. Ja këta janë ajo, kjo është ajo dorë që fshihet, nuk është Sorosi, i suhet që dalin, edhe aty. Nuk është Erion Veliaj, nuk është as një dorë tjetër politike, jo, nuk është. Se për atë punë, prandaj s'kam pranuar flamuj politik. Se kush nga flamuj politik, u digjet për asyve. Është protestë qytetare për drejtat e tyre, për gjithë gjërat që nuk shkojnë atë vend. Jo për ato që thoni ju, vrap zoti, jo për ato që thoni ju, se ju e keni marrë. E keni marrë më qafat popull, e kuptoni apo se kuptoni? Ai është mërzia, është mlefi, janë të mbledhura në kaq vite pushtet që jeni, që s'keni bërë as edhe gjëja më e bukur që keni ditur të bëni, është vetëm të coptoni Shqipërinë ta shisni ata. Investime. Ore çfarë përfiton populli, o vlla, ka në rritje sociale, lek për ata të sociale, ata të pamundur, ka në rritje për invalidët, për shembull, për lekë të invalidët, ka në rritje për pensionistët, ju jepni atij pensionistit, i jepni 80.000 lekë. Çfarë do bëj pensionisti me 80.000 lekë? As i gjës bëj, as i laçi nuk bëse, nuk bën rimbursime jo, prandaj, as ato nuk i blen dot. Osa ka ajo Shqipëri shket, po derisa të ketë njerëz si juve në kry, nuk ka për të hecur përpara.